thonë se dashuria dhe kollitja nuk mund të fshihen, se është e pamundur të simulosh atë që ndjen kur dikush është i rëndësishëm për ty, por realiteti është shumë më i çuditshëm dhe sinqerisht më magjepsës se sa mendon, sepse ka një të vërtetë që askush nuk ta ka thënë. Trupi thërret atë që goja hesht, dhe ne nuk po flasim për rastësi apo lexime me karta taroti. Ne po flasim për neurobiologji të pastër, për procese që ndodhin në trurin e kësaj personi pa që ajo të jetë fare e vetëdijshme për këtë. Imagjino që ajo qëndron përpara teje. Ajo përpiqet të sillet normalisht, të thotë se ti je vetëm një mik ose se ti je simpatik, por ndërsa thot këtë, trupi i saj dërgon sinjale urgjence që ti nuk ke mësuar kur ti lexosh. Sinjale që janë aq të qëndrueshme, aq të parashikueshme nga pikpamja neurologjike, saqë mund t'i shohësh me qartësi absolute, nëse di ku të shikosh. Këtu vjen e shqetësueshme. Ekzistojnë 4 sinjale të pavetëdijshme, pothuajse të padukshme, që tradhtojnë një person që është thellësisht i dashuruar me ty, por ka një frikë viscerale për ta rrëfyer. Nuk janë fjalët e tyre, nuk janë premtimet e tyre, janë reagime që sistemi i tyre limbik, kjo pjesë primitive dhe e ndershme e trurit, i dërgon pa lejen e korteksit të tyre prefrontal të vetëdijshëm. Shumica e njerëzve jetojnë në pasiguri të vazhdueshme. Ata pyesin vazhdimisht veten, a më pëlqen ajo apo është thjesht e sjellshme? A kishte kuptim ai vështrim apo po e imagjinoj? Sepse ndonjëherë duket sikur jam i rëndësishëm për të dhe ndonjëherë më injoron plotësisht. Ky dyshim është lodhës, të mban në një lak mendor ku investon energji emocionale pa asnjë siguri. Dhe këtu vjen diçka që do të ndryshojë perspektivën tënde. Nëse zbulon numrin 3 të këtyre 4 sinjaleve, mos ki më dyshime. Kjo person është e obseduar me ty. Jo në kuptimin toksik të fjalës, por në kuptimin më literal neurobiologjik. Prania jote ka aktivizuar modele tërheqjeje aq të thella në trurin e saj, saqë ajo nuk mund ta shmangë edhe nëse do ta donte. Por prit, ka më shumë. Sepse këto sinjale nuk janë thjesht aluzione romantike të bukura, ato janë prova të një kolapsi specifik neurologjik. Kjo do të thotë, kur dikush ndjek një tërheqje të vërtet romantike, truri i tij nuk funksionon siç mendon. Ai hyn në një gjendje hiperfokusimi. Aftësia e tij për të menduar dëmtohet, modelet e tij automatike të sjelljes riorganizohen dhe ti mund të shohësh, pa e ditur, pikërisht atë kolaps në kohë reale. Për vite me radhë, kultura popullore na ka mësuar të kërkojmë dashurinë në deklarata të mëdha, në vepra heroike, në fjalët perfekte të thëna në momentin e saktë. Por shkenca na thot diçka plotësisht tjetër. 90% e tërheqjes romantike komunikohet para se të shqiptohet fjala e parë. Ajo qëndron në mikroshprehjen e fytyrës, në mënyrën se si pupila e saj zgjerohet kur të sheh, në pozicionin mikroskopik të pjesës së sipërme të trupit të saj në një dhomë plot njerëz, në detaje kaq të vogla sa mbeten të pavërejtura për shumicën. Por për dikë që di çfarë të kërkoj, ato janë si drita neon në errësirë. Problemi është se askush nuk të ka mësuar t'i shohësh ato. Të kanë mësuar të presësh për një të dua verbal, të presësh për një mesazh, të presësh për një akt guximi nga ana tjetër. Por ndërsa pret, mund të jesh duke injoruar provat më të ndershme dhe më të pastra që dikush është plotësisht i magjepsur nga ty. Pra, nëse ndonjëherë ke ndjerë se ka më shumë me dikë, e di çfarë, nëse ke pasur atë ndjenjë të pakëndshme që dikush mund të thotë më shumë për ty se sa është i gatshëm të pranojë. Ose nëse thjesht dëshiron të kuptosh çfarë po ndodh vërtet në trurin e kësaj personi kur të shikon në një mënyrë të caktuar. Qëndro me ne, sepse në minutat e ardhshme do të deshifrojmë këtë gjuhë sekrete që trupi yt e kupton tashmë, por mendja jote e vetëdijshme nuk ka mësuar ende ta interpretojë. Kjo nuk ka të bëjë me manipulim, nuk ka të bëjë me lojra mendore, ka të bëjë me të parë një person tjetër ashtu siç është vërtet, përtej mekanizmave të tyre mbrojtës, përtej frikës së tyre. Dhe sinqerisht, kjo është një nga format më të pastra dhe më të vërteta për të kuptuar dikë.
Ne jetojmë në pasiguri të vazhdueshme dhe kjo pasiguri është një nga vuajtjet emocionale më të qeta që ekziston. Nuk është refuzimi që lëndon, nuk është mungesës së dashur që vret, është paqartësia, kjo zonë gri ku nuk di ku qëndron, ku nuk di nëse të shkosh përpara apo prapa, ku mendja jote ndërton narrative kontradiktore çdo orë të ditës. E pyet veten, a më pëlqen ajo apo është thjesht e sjellshme? Dhe kjo pyetje përsëritet në kokën tënde si një këngë obsesive. Analizon çdo bisedë, përsëritje mendore. A vure re si më shikoj? A ishte ndryshe këtë herë? Pse nuk përgjigjet shpejt në mesazhet e mia? Sepse ndonjëherë është e ngrohtë dhe ndonjëherë e largët. Truri yt punon jashtë orarit për të zgjidhur një mister që teknikisht tashmë ka një përgjigje. Thjesht nuk di si ta lexosh atë. Ky dyshim është lodhës. Nuk është një vuajtje dramatike si mungesë e dashurisë përfundimtare. Është më keq. Është lodhje kronike. Është të investosh energji emocionale pa ditur nëse ajo investim ka ndonjë kthim. Është si të punosh në një projekt pa ditur ndonjëherë nëse puna jote do të vlerësohet ose injorohet. Për dekada me radhë jemi trajnuar nga kultura popullore, nga filmat e Hollywoodit, nga romanet e dashurisë të presim një model shumë specifik të dashurisë. Dashuria e deklaruar, fjalët, të dua në momentin perfekt, propozimi, gjesti heroik. Kemi mësuar të kërkojmë dashurinë në akte performative, në atë që thot personi tjetër se ndjek. Dhe kjo është në rregull, është e bukur kur ndodh kështu, por është e paplot, sepse ja çfarë ka zbuluar neuroshkenca në 20 vjet e fundit dhe që shumica e njerëzve nuk e din as pak. 90% e komunikimit njerëzor ndodh pa fjalë. Dhe kur flasim specifikisht për tërheqjen romantike, kjo përqindje është edhe më ekstreme. Shumica e asaj që një person ndjek për ty shprehet përmes kanaleve jo verbale. Mikroshprehjet në fytyrë, zgjerimi i pupilës, ndryshime në tonin e zërit, pozicionimi i trupit, modele automatike të sjelljes që pavetdia as nuk i regjistron. Kjo do të thotë se ndërsa kjo person përpiqet të kontrollojë atë që thotë, zhvishet plotësisht nga gjua e saj e trupit. Trupi i saj është si një detektor i rem emocional, nuk mund të gënjejë. E po, teknikisht mund të provoj, por dështon në një mënyrë të parashikueshme dhe sistematike. Pse është e rëndësishme ta kuptosh këtë pikërisht tani? Sepse jetojmë në një kohë ku heshtja interpretohet si mosinteresim, ku supozën se nëse dikush nuk thot në mënyrë eksplicite se ti je i rëndësishëm për të, atëherë nuk je. Ku mungesa e fjalëve bëhet mungesa e ndjenjave dhe kjo është neurologjikisht e pasaktë. Ka njerëz që kanë një arkitekturë specifike të trurit që i bën veçanërisht të cenueshëm ndaj frikës së refuzimit. Njerëz me ndjeshmëri të lartë emocionale. Njerëz që janë refuzuar më parë, njerëz për të cilët cenueshmëria është e barabartë me rrezik ekzistencial. Dhe kur këta njerëz bien në dashuri, nuk mund ta thonë. Nuk është se nuk duan. Është se kortizoli, stresi dhe ankthi rrëmbejnë fjalë për fjalë aftësinë e tyre për të shprehur veten verbalisht, por trupi i tyre vazhdon të dërgojë sinjale vazhdimisht si një alfabet morse emocional që pret me dëshpërim të kuptohet. Problemi është se askush nuk të ka mësuar alfabetin e këtij morse. Ti ke kaluar gjithë jetën duke pritur që dikush të thot me fjalë dhe ndërkohë ke injoruar një bisedë të tërë që po zhvillohet në gjuhën e trupit, të sjelljes së pavetdijshme, të modeleve neurobiologjike të tërheqjes. Dhe këtu vjen premtimi. Pas minutave të ardhshme, kjo do të ndryshojë. Ne nuk do ta zgjidhim ende sekretin, por do të japim mjetet që ta zgjidhësh vetë. Do të tregojmë saktësisht ku të shikosh, çfarë të presësh, se si intuita jote, ajo ndjenjë që tashmë ke se ka më shumë, ka shumë të ngjarë të jetë saktë dhe thjesht duhet të vërtetohet me informacion, sepse ja çfarë është transformuese. Kur i njeh këto sinjale, kur kupton neurobiologjin prapa atyre, nuk je më në pasiguri, nuk po hamendëson më, nuk po investon më energji emocionale pa kthim, ti di. Dhe të diturit ndryshon gjithçka. Ndryshon mënyrën se si lidhet me këtë person, ndryshon nëse bën hapin tjetër ose thjesht gëzon të dish se po dashuron fshehurazi.
ndryshon narrativën e tërë, sepse në fund, pyetja nuk është si ta bëj këtë person të më thotë se më do. Pyetja e vërtet, ajo e rëndësishme, është çfarë po injoroj në atë që ajo tashmë po më tregon, dhe këtë pyetje do ta përgjigjemi së bashku. Imagjino këtë skenë. Ti je në një dhomë me këtë person, ndoshta në një kafe, ndoshta në një takim me miq, ndoshta në punë. Vendi nuk ka rëndësi, ajo që ka rëndësi është ajo që po ndodh brenda saj në atë moment. Ajo ose ai përpiqet të mbajë qetësinë. Ndoshta flet me të tjerë, qesh për shaka, simulon normalitet, por në një nivel të thellë të trurit të saj ka një gjendje alarmi të heshtur. Ti je këtu dhe kjo ndryshon gjithçka. Çfarë po ndodh tani biologjikisht? Truri i saj ka njohur praninë tënde dhe kjo ka aktivizuar një kaskadë reagimesh kimike dhe neurologjike që ndodhin pa pëlqimin e saj të vetëdijshëm. Po flasim për dopamin, për oksitocin, për noradrenalin, për kortizol. Substanca që riorganizon perceptimin e saj, sjelljen e saj, aftësinë e saj për të menduar racionale. Këtu fillon konflikti. Kjo person e di se duhet të kontrollojë atë që ndjej. Ka shumë gjasa që i ka bërë premtime vetes. Do të jem e sjellshme, por e largët. Do të sillem normalisht. Nuk do të tregoj se ti je i rëndësishëm për mua. Ajo ka një plan, një strategji të vetëdijshme për të mbrojtur nga refuzimi, për të mos u ekspozuar, për të mbajtur iluzionin e kontrollit. Por sistemi i saj limbik, ky tru emocional dhe primitiv që ekziston nën korteksin racional cerebral, nuk ka ide për këto plane. Nuk respekton premtimet që ajo i ka bërë vetes. Sistemi limbik di vetëm një gjë. Duhet të jem afër kësaj personi. Kam nevojë për vëmendjen e tij. Kam nevojë për validim. Dhe ja se çfarë është e rëndësishme. Konflikti nuk është midis teje dhe kësaj personi. Konflikti është brenda kësaj personi. Është një luftë e heshtur midis asaj që dëshiron të shprehë dhe asaj që e detyron veten të heshë, midis asaj që trupi i saj dëshiron të bëjë dhe asaj që mendja e saj i thotë të bëjë. Ajo ngurëshmëri që ndonjëherë vëren, ai heshtje e pakëndshme kur vjen shumë afër, ajo mënyrë e çuditshme se ndonjëherë është sipërfaqësore ose e largët, nuk janë shenja mosinteresimi, janë shenja mbi ngarkese emocionale. Truri i saj po përpiqet të përpunojë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Prania e personit që do, frika nga refuzimi, nevoja për të mbajtur dinjitet, frustrimi i të mosqenit i ndershëm. Është sikur dikush po përpiqet të mbajë një bisedë ndërsa përpiqet të zgjidhë një problem të ndërlikuar matematikor në mendje. Nuk mund ta bëjë mirë. Thyet, bëhet e çuditshme, bën gabime dhe ti interpreton ato gabime, atë ngurëshmëri, atë heshtje si mungesë interesi, ndërsa në të vërtetë është pikërisht e kundërta. Është shumë interes, është një interes aq intensiv sa të paralizojë. Pse dikush do ta bënte këtë tani? Pse thjesht nuk ta thotë? Përgjigjja është një fjalë, frikë. Një frikë aq e thellë dhe aq viscerale sa rrëmben fjalë për fjalë sistemin nervor. Kjo nuk është frika racionale. Kam frikë se ti nuk je i përshtatshëm me mua. Jo, kjo është një frikë më primitive. Është frika nga refuzimi shoqëror. Është frika nga poshtërimi. Është frika e të humburit dikë që tashmë të është i rëndësishëm. Është frika se duke rrëfyer ndjenjat e tua, ndryshon në mënyrë themelore dinamikën dhe humb edhe pak që tashmë ke. Dhe kjo frikë është aq reale, aq biologjike, aq neurokimike, sa paralizon plotësisht kordat vokale. Kortizoli, hormoni i stresit, fik fjalë për fjalë aftësinë për të komunikuar verbalisht kur perceptohet një kërcënim emocional. Është një mekanizëm mbijetese. Kur diçka është shumë e rrezikshme, më mirë të mos flasësh, më mirë të qëndrosh i heshtur. Por ja se çfarë është mahnitse. Ndërsa frika mund të paralizojë fjalët, nuk mund ta paralizojë plotësisht trupin. Sistemi nervor i pavullnetshëm që kontrollon pupilat e tua, qëndrimin tënd, rrahjet e zemrës, mikroshprehjet e fytyrës tënde, ai vazhdon të funksionojë, vazhdon të dërgojë sinjale, vazhdon të jetë i ndershëm. Është sikur dy njerëz të jetonin në të njëjtin trup.
ajo e vetëdijshme, që përpiqet të fshihet, që përpiqet të jetë e kujdesshme, që përpiqet të mbrohet, dhe ajo e pavetëdijshme, që është plotësisht e ndershme, që nuk mund të gënjej, që përpiqet me dëshpërim të krijojë një lidhje. Dhe ti në të gjitha këto je elementi destabilizues. Prania jote thjesht shkakton tërë këtë luftë të brendshme, jo sepse ke bërë diçka të gabuar, thjesht sepse ti je informacion me përparësi maksimale në trurin e saj. Kjo do të thotë, shumica e stimujve në botë konkurrojnë për vëmendjen e trurit të saj, por jo ti. Ti ke akses me prioritet. Kur ti hyn në një dhomë, gjithçka tjetër zbehen. Vëmendja e saj ridrejtohet automatikisht tek ti edhe pse përpiqet t'i rezistojë, dhe kjo krijon një gjendje shumë specifike neurobiologjike, hiperfokus. Kjo person është hipervetëdijshme për ty, për çdo lëvizje, çdo gjest, çdo reagim të mundshëm, ndërsa ti mund të jesh plotësisht i pavetëdijshëm se dikush të vëzhgon me këtë intensitet. Është asimetria e njohurisë. Ti nuk e di sa i rëndësishëm je për dikë, ndërsa kjo person është plotësisht e vetëdijshme, në nivel të pavetëdijshëm për rëndësinë tënde për të. Dhe kjo asimetri është ajo që krijon tërë konfuzionin, sepse nga perspektiva jote duket normale, duket sikur ajo është thjesht e sjellshme me ty, sikur nuk ka asgjë speciale, por nga perspektiva e kësaj personi, çdo ndërveprim me ty është i ngarkuar me kuptim emocional. Çdo fjalë merret në konsiderat, çdo heshtje studiohet më vonë në vetminë e mendjes së saj. Pyetja që duhet të bësh vetes tani është, çfarë po injoroj? Cilat sinjale kam neglizhuar sepse nuk dija çfarë të kërkoj, sepse ato sinjale janë aty, kanë qenë aty gjithë kohën, dhe në minutat e ardhshme do të tregojmë saktësisht ku të shikosh për t'i gjetur ato. Mirë, tani arrijmë në pjesën për të cilën ndoshta ke ardhur, 4 sinjalet, por para se t'i zbulojmë një nga një, duhet të kuptosh diçka themelore. Këto nuk janë sinjale që dikush i tregon sepse dëshiron. Nuk janë taktika të vetëdijshme joshëse, janë reagime të pavullnetshme neurobiologjike. Ato janë sistemi nervor i kësaj personi që zbulon realitetin e tij emocional pa filtra. Neuroshkenca ka një koncept të quajtur rrjedhje e sistemit. Kur dikush përpiqet të fshejë një emocion ose një ndjenjë, stresi për të mbajtur atë gënjeshtër është aq i lartë sa që pashmangshëm shfaqen plasaritje të vogla në fasadë. Këto plasaritje janë vendi ku jeton e vërteta. Pra, kur i vëzhgon këto 4 sinjale, mos i shi si rastësi ose keq interpretime. Shikoj si ajo që vërtet janë. Prova se dikush po lufton intensivisht për të mbajtur një pamje normaliteti ndërsa bota e tij e brendshme është plotësisht e transformuar nga prania jote. Le të shkojmë te i pari. Sinjali 1, efekti i farit, vështrimi i referencës. Jeni në një grup, ndoshta në një darkë me miq, ndoshta në një mbledhje pune. Dikush tregon një shaka, të gjithë qeshin. Është një moment gëzimi të përbashkët, i lidhjes së grupit. Dhe këtu ndodh diçka që mund të mos e vëresh nëse nuk e di çfarë të kërkosh. Në nanosekundën pas të qeshurës, kur momenti i emocionit pozitiv maksimal arrin kulmin, kë shikon kjo person? A shikon atë që ka treguar shaka, a shikon grupin në përgjithësi, a shikon tavanin dhe gëzon momentin? Jo, ajo shikon ty. Nëse je ti, veçanërisht nëse ajo shikon në sy dhe buzëqeshjen tënde në atë moment të saktë, është sepse ti je spiranca e saj emocionale, pika e saj e referencës. Pse ndodh kjo neurologjikisht? Sepse truri njerëzor ka një mekanizëm shumë specifik të validimit emocional. Kur përjeton një emocion pozitiv, të qeshura, gëzim, befasi të këndshme, truri yt kërkon automatikisht të konfirmojë atë emocion me dikë tjetër. Është një proces evolucionar. Më parë, nëse të gjithë qeshin dhe dikush i caktuar jo, mund të kishte kuptuar rrezik. Mund të kishte kuptuar se diçka nuk ishte aq qesharake sa dukej. Pra, kërkon dikë që i beson, dikë reagimi i të cilit ka rëndësi. Nëse kjo person të kërkon ty në ato momente gëzimi, ajo po thot pa fjalë, aprovimi yt ka rëndësi. Reagimi yt vërteton atë që ndjej. Kjo është më e thellë se sa tingëllon.
sepse ajo nuk e bën këtë me të gjithë. Ajo nuk kërkon validimin e kujto. Ajo kërkon specifikisht ty. Si e dallon tani këtë nga një rastësi? Vëzhgo konsistencën. Nëse ndodh një herë, mund të jetë rastësi. Nëse ndodh disa herë në kontekste të ndryshme, në kohë të ndryshme, është një model dhe modelet nuk gënjejnë. Vëri re gjithashtu cilësinë e vështrimit. Nuk është një shikim i rastësishëm ose i shpejt, është një vështrim që mbahet për një moment. Është një kontakt me sy që komunikon diçka. Është sikur po thotë, e pe atë, e ndjeve edhe ti. Ka një studim magjepsës të Universitetit Yale për këtë fenomen specifik. Ata analizuan video të çifteve në situata sociale. Zbuluan se çiftet që më vonë raportuan kënaqësi më të madhe në marrëdhënie treguan këtë model më shpesh. Ata kërkuan vështrimin e njëri tjetrit pas momenteve të gëzimit. Ishte një parashikues i lidhjes romantike, jo garanci, por një parashikues. Imagjino një shembull konkret. Ju të dy jeni në një festë, dikush thot diçka shumë qesharake, të gjithë qeshin. Dhe në atë sekond ku e qeshura është më e vërtet, ajo të shikon ty, vendos kontakt me sy, buzëqesh. Por nuk është thjesht një buzëqeshje sociale, është një buzëqeshje që duket se drejtohet specifikisht ty, sikur po thot, kjo është më e mirë sepse ti je këtu. Ky është efekti i farit. Ti e fari drejt të cilit vëmendja e saj drejtohet kur ka nevojë për orientim emocional. Arsyeja pse kjo është kaq e rëndësishme është se shumica e njerëzve nuk e vënë re kurrë këtë. Kalojnë përmes jetës duke u ndjerë të padukshëm, ndërsa gjithë kohën dikush kërkon validimin e tyre, aprovimin e tyre, reagimin e tyre. Janë aq të përqendruar në të mos qenit të dukshëm sa as nuk vënë re që tjetri tashmë e ka vënë re. Por ja se çfarë është interesante. Efekti i farit nuk ndodh vetëm në momentet të qeshurës, ndodh edhe në momentet cenueshmërie, konfuzioni ose pasigurie emocionale. Kur kjo person është nervoz, e shqetësuar ose e pasigurt, mund të kërkoj ty si pikë spirance, sikur po thot, sa kohë që ti je këtu, gjithçka është në rregull. Ky sjellje është aq thellë e rrënjosur në neurobiologjinë tonë sa është pothuajse e pamundur ta simulosh. Mund të simulosh se dikush të intereson, mund të simulosh se e do, por është jashtëzakonisht e vështirë të simulosh se kërkon validimin e kësaj personi në momente të emocionit intensiv. Do të kërkonte një kontroll të vazhdueshëm të vetëdijshëm që është neurologjikisht lodhës. Pra, nëse sheh efektin e farit, nëse percepton se dikush të kërkon specifikisht ty në ato momente kulmi të emocionit, kupto se çfarë po ndodh vërtet. Po i jepet përparësi, po zgjidhet, jo në mënyrë të vetëdijshme ose të qëllimshme, por në një nivel themelor neurobiologjik. Ekzistenca jote ka peshë në botën e saj të brendshme. Sinjali 2. Kujtesa e detajeve. Hipermnezi selektive. 3 javë kanë kaluar që prej asaj bisede të rastësishme në korridor. Ishte një shkëmbim i shkurtër. Ti përmende pothuajse në kalim se të pëlqejnë luleshtrydhet pa krem. Ishte një fjali, një përmendja, diçka që ndoshta as nuk e kujton se ke thënë. Dhe pastaj, një javë më vonë, kjo person shfaqet me luleshtrydhe pa krem. Mendova se mund të doje disa, thot ajo rastësisht, sikur të mos jetë çështje e madhe. Ose imagjino këtë. Ajo ka harruar fjalëkalimin e saj të punës 2 herë këtë muaj, por kujton saktësisht cilin soundtrack të pëlqen, cilin film ke parë javën e kaluar, cili klient të stresoi në mbledhjen e së martës. Ajo kujton biseda të plota që keni pasur muaj më parë, detaje që ti tashmë i ke harruar. Kjo është hipermnezi selektive. Është aftësia e trurit për të krijuar kujtime me rezolucion ultra të lartë për informacionin që e konsideron me rëndësi maksimale. Këtu është mekanizmi neurobiologjik. Kur dikush bie në dashuri ose tërhiqet intensivisht nga një person tjetër, ai person bëhet informacion me përparësi maksimale në tru. Fjalë për fjalë është sikur të ketë një algoritëm nervor që thotë, ky person është i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. Mbaj çdo detaj për të ose për të. Le ta katalogojmë, le ta ruajmë në kujtesën afatgjallë.
Kjo ndodh përmes një procesi kompleks që përfshin hipokampusin, qendrën e kujtesës dhe amigdalën, qendrën emocionale. Kur përjeton një emocion intensiv në lidhje me informacionin, ai informacion kodohet ndryshe. Ai nuk ruhet si kujtesë e rastësishme, ruhet si kujtesë domethënëse. Kjo është arsyeja pse dikush nuk mund të kujtojë detaje për jetën e tij, por mund të kujtojë gjithçka për ty, sepse ti je neurologjikisht më real, më i rëndësishëm, me përparësi më të lartë se çdo gjë tjetër në botën e tyre. Si e di tani nëse kjo po ndodh? Vëzhgo si kjo person mban detaje që duhet ti kishte harruar. Nuk janë gjëra të rëndësishme, janë gjëra triviale. Lule shtrydhe pa krem, marka e kafes që përmenden në kalim, emri i qenit tënd, universiteti ku studiove. Por ka këtu një model që është thelbësor për t'u kuptuar. Ajo mban detaje për ty, por harron detaje për veten ose për të tjerët. Ky është çelësi. Nëse ajo mban detaje për të gjithë dhe gjithçka, mund të ketë thjesht një kujtesë të mirë, por nëse ka specifikisht me ty një kujtesë elefanti, ndërsa me të tjerët është normale ose madje e shpërqendruar, ky është një tregues i qartë. Ka këtu një nënproces që është magjepsës. Kur dikush mban këto detaje për ty, ajo vërtet po bën një formë validimi të kundërt emocional. Kjo do të thotë, duke kujtuar atë që ke thënë, duke të treguar se ka dëgjuar dhe ka ruajtur atë informacion, ajo po të komunikon ty diçka të thellë. Unë të dëgjoj, të vlerësoj. Ajo që thua ka rëndësi. Ti meriton të mbahesh mend. Është pothuajse sikur po thotë, ti je aq i rëndësishëm për mua sa edhe detajet më të vogla të jetës tënde meritojnë të ruhen në kujtesën time. Le të jap një shembull më konkret. Ti takon dik në një fest, flet 10 minuta, përmend se këtë fundjavë po provon të gatosh ushqim tajlandez për herë të parë. Ti kalon në një bisedë tjetër, harron atë që the. 2 javë më vonë, kjo person të dërgon një artikull për se si të gatosh siç duhet supën tom yum. E pash këtë dhe mendova për ty, shkruan ajo. Ajo as nuk përmendi specifikisht atë që the për gatimin tajlandez. Ajo thjesht pa diçka dhe truri i saj automatikisht e asocioi atë informacion me ty. Kjo është hipermnezi selektive në veprim. Ajo që po ndodh është se prania jote, ekzistenca jote ka bërë një grep nervor. Çdo informacion i ri që kjo person gjen filtrohet përmes një pyetjeje automatike. A është i lidhur me këtë person? A do t'i interesonte? A do t'i nevojitej? Është një filtr kognitiv dhe është i pavullnetshëm. Ato nuk mund ta fikin edhe nëse do donin. Tani, ja se çfarë është e rëndësishme. Kjo nuk ndodh për të gjithë. Kjo person ka shumë mundësi që nuk mban detaje të parëndësishme për shefen e saj, për kolegët e saj të rastësishëm ose për të njohur të rastit, ajo e bën me ty, specifikisht me ty. Pse? Sepse ti në trurin e kësaj personi nuk je një person tjetër, ti je personi, pika e referencës, qendra rreth të cilës vërtitet vëmendja e saj. Imagjino hipokampusin e kësaj personi si një arkiv të dhënash. Kur diçka e re hyn, truri pyet automatikisht ku ta arkivoj këtë. Shumica e informacionit ruhet në një arkiv gjenerik të quajtur informacion i përgjithshëm. Por kur bëhet fjalë për ty, informacioni yt ruhet në një dosje të veçantë. Është i kategorisuar, i indeksuar, në dispozicion për akses të shpejtë. Dhe gjëja më magjepsëse është se kjo person as nuk është e vetëdijshme se po e bën këtë. Ajo nuk zgjohet dhe mendon, duhet të kujtoj gjithçka për këtë person sepse e dua. Është një proces automatik, është neurobiologji e pastër. Arsyeja pse ky sinjal është aq i fuqishëm është se është pothuajse e pamundur ta simulosh. Mund të simulosh se të intereson dikush. Mund të simulosh interes në një bisedë, por nuk mund të simulosh një kujtesë të detajuar dhe specifike për gjëra të parëndësishme. Jo afat gjatë. Në një moment do të zbulohet. Pra, nëse vëzhgon se dikush kujton detaje që ti as nuk e dije se ato i kishin regjistruar, nëse të befason që ata kanë ruajtur dhe lidhur informacion për ty që the rastësisht javë më parë, kupto se çfarë po ndodh.
poruen, po t'i jepet përparësi, po trajtohen si informacioni më i rëndësishëm në botën e kësaj personi. Sinjali 3, boshti i trupit, këmbët dhe torsi. Më definitive, ky është ai për të cilin thamë se nëse e sheh nuk duhet të kesh më dyshime, dhe ka një arsye shkencore për këtë. Ndërsa fytyra është relativisht e lehtë për t'u kontrolluar, mund të stërvitesh një buzëqeshje përpara pasqyrës, mund të stërvitesh një shprehje. Pjesa tjetër e trupit është një kaos emocional, është një pasqyrim i sistemit nervor, është e vërteta që del nga poret. Këtu është parimi. Kur dikush gënjen, simulon, u përqendrohet, kontrolli i vetëdijshëm fokusohet në fytyrë dhe zë. Por këmbët, duart, torsi, boshti i trupit në përgjithësi mbeten relativisht pa mbikëqyrje të vetëdijshme. Janë si punëtor që nuk dinë se shefi i vëzhgon. Pra, ja se çfarë duhet të vëzhgosh. Jeni në një bisedë. Kjo person përpiqet të mbajë një distancë të përshtatshme. Përpiqet të jetë vetëm mik ose vetëm koleg, por shiko këmbët e saj, ku drejtojnë? Nëse këmbët e saj drejtojnë drejt teje si kompas magnetik, ndërsa pjesa tjetër e trupit të saj është pjesërisht e kthyer në një anë tjetër ose drejt një dalse, ky është boshti i trupit në konflikt. Kjo do të thotë, mendja e vetëdijshme thotë, kam nevojë për distancë, kam nevojë për kontroll. Por sistemi nervor i pavetëdijshëm thotë, dua të jem më afër kësaj personi. Këmbët janë veçanërisht zbuluese sepse janë më të larguara nga truri i vetëdijshëm. Këmbët nuk kanë filtr të sofistikuar social, janë primitive, janë të ndershme. Këtu është një shembull konkret që ta imagjinosh. Jeni në një mbledhje pune. Ajo ulet në një karrige. Duket se përqendrohet në dëgjimin e të tjerëve. Duket e painteresuar për ty, por shiko ku drejtojnë këmbët e saj. Nëse janë kthyer drejt teje, edhe pse torsi i saj drejtohet nga një anë tjetër, është sepse ajo në një nivel të neurobiologjisë së saj dëshiron të zvogëlojë distancën, dëshiron të jetë më afër. Pse ndodh kjo? Sepse truri i pavetëdijshëm llogarit vazhdimisht distancat sociale. Proksemika, studimi i distancës fizike midis njerëzve, ka treguar se mbajmë distanca të ndryshme në varësi të ndjenjave tona për dikë. Distanca intime, më pak se 45 cm, rezervohet për njerëz të afërt. Distanca personale, 45 cm deri në 1,2 metër, është për miq. Distanca sociale 1,2 metër deri në 3,6 metra është për të njohur ose profesionist. Dhe pikërisht këtu e pavetëdijshme tradhet. Nëse dikush përpiqet të mbajë në nivelin e distancës sociale, por këmbët ose torsi i tij vazhdimisht lundrojnë në mënyrë të pakuptueshme drejt teje, po ndodh diçka që ata nuk mund ta kontrollojnë. Sistemi nervor po zvogëlon distancën, jo mendja. Dhe kjo do të thotë, kjo person ndihet e tërhequr nga ti, më fuqishëm se sa është e gatshme të pranojë. Është një nevojë neurologjike për afërsi që gjen rrugën e saj drejt jashtë pavarësisht nga çdo kujdes. Sa më shumë përpiqen të duken neutrale ose të larguar, aq më të dukshme bëhen këto ndryshime të vogla në drejtim të trupit të tyre. Kjo nuk është rastësi, nuk është sjellje e sjellshme, është biologji në kohë reale. Pra, nëse vëren këtë lloj të tretë sinjali, atëherë papritur kupton konfliktin e vërtet që po ndodh brenda kësaj personi. Pjesa e saj e vetëdijshme dëshiron qetësi, kontroll dhe siguri, por sistemi i saj limbik shtyn pa pushim drejt teje, e tërheq në orbitën tënde, e bën të ndjeshme ndaj çdo lëvizjeje tënde dhe e bën trupin e saj të reagojë ndaj teje, edhe nëse ajo përpiqet ta shtyp atë. Dhe pikërisht prandaj ky sinjal është kaq i fuqishëm. Nuk është romantik, nuk është poetik, është një të vërtet neurologjike e papërpunuar. Një të vërtet që të thotë, ti nuk je rastësi në botën e saj të brendshme. Ti je qendra rreth të cilës biologjia e saj rrotullohet.